Ndryshimet në pozicione drejtuese të Bashkisë Lushnjë si pjesë e një riorganizimi që synon të sjellë më shumë efikasitet në administrimin lokal, po japin efektet e para pozitive. Drejtori i ri Elson Zeka për televizionin ton ka treguar se si ndërmarrja e punëve publike po organizon shërbimin e pastrimit të qytetit, që përbën një nga elementet më të rëndësishëm në detyrimet që bashkia ka ndaj qytetarëve të saj dhe qytetit. Pas kronikave të vazhdueshme nga televizioni 4+ për papastërtinë që po bëj fenomeni zakonshëm me të cilën po jetonim çdo ditë, mbron filloi aksioni për larjen dhe pastrimin e rrugëve, trotuareve dhe sheshit para bashkisë me makinat e specializuara për pastrim. Sot vazhdon puna për pastrimin dhe mbushjen me ujë të pastër të skulpturës simboli qytetit ton, Djali mbi Bullicë, që ishte mbuluar nga mbeturinat dhe papastërtia. Gjithashtu u lan edhe stolat e lulishtes dhe trotuaret të cilat ishin bërë pis nga zojtë e shumtë që kanë ndërtuar folet tek pemët e lulishtes. Sipas Zekës, ndërmarrja e punëve publike do të ndërtojë një program bashkëpunimi me policinë bashkiake për pastrimin e hapësirave publike dhe gjelbërimin në qytet. Qytetarët jashtë kamerave u shprehën të kënaqur për punën që po fillon për pastrimin e rrugëve, lulishteve dhe hapësirave të tjera publike, sepse po i sjell qytetit dinjitetin e munguar dhe kërkuan masat më të rrepta ndaj ndotsve. Ndërmarrja e punëve publike do të vazhdojë punën për pastrimin dhe gjelbërimin e lagjeve të tjera në qytet.